Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Duam të flasim për ekonominë botërore, për çmëritë e saj për vitin e ardhshëm që po troket, por edhe realizimet, ecurinë dhe problematikat e këtij viti. Jemi në mjediset, kemi nderin të jemi në mjediset e punës të profesor Dr. Selami Xhepa, presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës, UET dhe ekspert i njohur i ekonomisë. Profesor Xhepa, faleminderit që na mikpritet. Faleminderit për ftesën. Profesor Xhepa, çfarë ndodhi gjatë këtij viti me ekonomitë më të mëdha të planetit tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinën dhe 27 vendet e Bashkimit Evropian, duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ruajtën një rritje modeste, ndërkohë Kina arriti të balancojë ngadalësimin e sektorit të pasurive të palueshme të saj me nxitjen fiskale shumë të fortë dhe orientimin drejt inovacionit industrial dhe përdorimit të inteligjencës artificiale. Që pas pandemisë, fakt, ekonomia botërore ka patur një ritëm rritje përgjithsisht të dobët, por vlerësimet e para për vitin 2025 ishin që rënja do të ishte edhe më e fortë për shkak të në veçantë pasigurive politike që u shkaktuan nga ndryshimet e thella të politikës tregtare, por që fatmirësisht duke që efekti i tyre nuk ka qenë ai i pritshëm, sepse në fakt kemi patur edhe zbutje të herpashershme të tyre, kështu që pritshmëria është përkundër vlerësimeve të ndryshme me rreth 3% do të kemi një rritje të ekonomisë botërore për vitin 2025, ndërkohë që inflacioni pritet që të vijë nën kontroll. Disa kryesisht vendet e OECD-s në përgjithësi karakterizohen nga norma inflacioni që vazhdojnë të mbeten të larta, por në ekonominë e eurozonës duket më stabilizuar, Kina duket që ka deflacion ndoshta madje për këtë vit, pra me një rënje me 0,3%. Ndërkohë që në rritjen e ekonomisë botërore, pa diskutim që si motor i rritjes ka shërbyer kryesisht përsëri ekonomia e Kinës dhe Indisë, të cilat po rriten me gati 5%, ashtu ndoshta edhe më pozitive nga sa ishte parashikuar kryesisht nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, nga Banka Botërore e Kombeve të Bashkuara, duke qëndruar brenda pritshmërive që kishte vetë qeveria kineze për rritjen ekonomike të këtij viti. Rritja e ekonomisë kineze është influencuar kryesisht nga stimuli i shtuar fiskal, pra nga stimujt që u aprovuan edhe gjatë vendimeve të fundit të qeverisë kineze, dhe duke mbajtur nën kontroll pak a shumë edhe rënjen e çmimeve të mallra që është një nga arsyet edhe sepse Kina ka hyrë në një periudhë ndoshta deflacioni. Nga ana tjetër, rritja e ekonomisë amerikane mbetet e dobët me një rritje me 1,2%, dhe ekonomia europiane me gati 1,4%, duke që janë dy pjesë që janë edhe pjesët më të rëndësishme të ekonomisë botërore, nuk është se kanë patur një zhvillim të fortë dhe përpasoj do thoja që edhe pritshmëritë për vitin 2026 pritet të jenë jo shumë të larta, ndoshta me një rritje relativisht të vogël në ekonominë europiane, që mund të vijë kryesisht nga Gjermania. Duke qenë ekonomia më e madhe e Europës dhe me një rritje gati 0,2-0,3% për këtë vit, kuptohet që kjo indikon dhe gjithë ritmin e rritjes së ekonomisë europiane. Në gjykimin tuaj, a ishin nën presion të vazhdueshëm gjatë këtij viti që po mbaron çmimet e shërbimeve, profesor, kostot e punës dhe zinxhirët e furnizimit të fragmentuara, sikurse edhe ju e përmendet me të drejtë, nga një politikë tarifore e administratës Trump 2 që praktikisht vërtet pothuajse gati i shkëputi këto zinxhir furnizimesh. Shumë e vërtet që gjatë këtij viti kemi patur një thellim të prirjeve për një ristrukturim të zinxhirit global të prodhimit. Fatmirësisht tregu i punës duket që ka qenë mjaft reagues, papunësia në gjithë botën ka qenë në nivelet më të ulta, diku ke rreth 4%, që është një indikator që tregon që kërkesa për fuqi punëtore vazhdon që të mbetet e lartë, por që dhe papunësia është e ulët, por që sidoqoftë do thoja që problemi thelbësor sot për ekonominë botërore mbetet garantimi i vendeve të punës cilësor, kështu që nga kjo pikpamje do thoja që tregu i punës do të vazhdojë që të jetë një nga elementët që do të dominojë më fort, ndoshta edhe në vitet që do të vinë. Në gjykimin tuaj, a ndikuan fort konfliktet gjeopolitike në ekonominë globale gjatë këtij viti? Pasi diskutim që paqëndrueshmëritë dhe do thoya tensionet politike kanë vazhduar që të jenë mjaft larta dhe mendoj që kjo është edhe një nga arsyet kryesore që pse ekonomia botërore nuk po e rimerr veten për të kaluar në trendet e para pandemisë, edhe pse nuk po materializohen tërësisht ashtu si shpritej, fjala vjen rritja e tarifave doganore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pritet që të kishte një impakt më të fortë në inflacion,
por që për shkak të, do të thotë, investimet forta në fushën e inteligjencës artificiale, kjo ka bërë që edhe ndryshime ndoshta në mënyrën se si organizohet tregtia dhe me paketë sot, kanë ushtruar një presion ose i kanë mbajtur çmimet në kontroll, duke mos realizuar ose duke mos shfaqur atë rritje të çmimeve që ishte parashikuar nga të gjithë ekonomistët. Sikurse edhe ju e thatë me të drejtë profesor, edhe pse efekti i bllokimit ose ndërprerjes së zinxhirëve të furnizimit nuk është aq i fortë për fat të mirë, saç ishte parashikuar në fillim, në momentin kur administrata Trump 2 i anoncoi tarifat e reja, a do të jenë këto zinxhir furnizimi më të shkurtër dhe më rajonal në gjykimin tuaj edhe gjatë vitit tash? Kjo prirje do të vazhdojë të konsolidohet në vazhdimsi. Gjithë ky proces i ristrukturimit të ekonomisë botërore që ka nisur tashmë po jep indikacione të qarta sepse edhe ristrukturimi i tregtisë ndërkombëtare ka filluar që të shfaqet dukshëm. Kështu që do të kemi një nearshoring, siç njihet tashmë, pra një rialokim të industrive brenda rajoneve, duke rikonfiguruar ose duke shkuar, si thuash, në përputhje dhe me ato që mund të jenë prirje gjeopolitike të mënyrës se si do të ristrukturohen edhe çështjet e sigurisë kolektive, sigurisë globale. Ju e përmendët që Kina për këtë vit që po mbaron ka qenë vërtet një lokomotiv e rritjes së ekonomisë botërore. A do të jetë edhe për vitin e ardhshëm, duket sipas mbledhjes ekonomike të punës së qeverisë kineze që çdo vit e bën në mes të dhjetorit, edhe në mes të këtij dhjetori 2025, sërish objektivi është për një rritje ekonomike rreth 5% edhe për vitin e ardhshëm. Mundet pritshmëritë edhe nga organizata ndërkombëtare, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, parashikojnë prirje të pothuajse të njëjta të rritjes për vitin 2026 për ekonominë kineze. Sigurisht që vlerësimet që bëjnë këto institucione janë relativisht më të ulta, pra sipas vlerësimeve të tyre mund të jetë rreth 4.8-4.9%, por sidoqoftë Kina pa diskutim do të vazhdojë që të ruajë trendet e veta të forta të rritjes ekonomike, të cilat do të vazhdojnë që të ushqehen nga vjemësia e investimeve të shtuara në ekonomi dhe kryesisht në industritë e teknologjive të fundit. Pyetja e fundit për këtë bisedë sot, a është viti 2026 më shumë një vit rreziku në gjykimin tuaj apo mundësish të reja për rritje për ekonominë botërore? Rreziqet në fakt kanë filluar që të shtohen, në veçanti fragiliteti në sistemet financiare është i dukshëm, sidomos në investimet e tepërta eksesive në fushët e teknologjive të reja, gjë që përbën një rrezik potencial për tregje financiare. Nga ana tjetër, kjo mund kundërbalancohet, si thua, edhe nga stimuli fiskal që mund vijë edhe për shkak të stabilizimit të inflacionit, i cili i jep mundësi bankave qendrore që të rrisin politik ose të vazhdojnë të mbeten akomoduese, pra të stimulojnë dhe më shumë investimet private në ekonomi, sidoqoftë rreziqet vazhdojnë të mbeten sepse një pjesë e rëndësishme e vendeve të botës, fjala vjen në veçanti vendet në zhvillim, do të përballen me kushte monetare ndoshta edhe më të përkeqësuara dhe në kushtet e pozicioneve fiskale jo shumë akomoduese, pra vendet përgjithësi kanë nivele të larta të borxheve, sidomos kjo për vendet e zhvilluara, që nënkupton që rreziqet vazhdojnë që të mbeten të larta. Ju faleminderit profesor për këtë intervistë dhe më lejoni t'ju uroj edhe festa të mbara të fund vitit për ju, familjen tuaj, për të gjithë të dashurit tuaj dhe një falënderim shumë të madh nga ne për mundësitë që na keni krijuar me intervistat që kemi rënë. Shumë faleminderit edhe unë ju uroj që të gjithë edhe juve personalisht dhe gjithë dëgjuesve një vit të mbar të suksesshëm dhe të begat. Faleminderit profesor. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.